jem qëllip, nësë jem lepuj Që më zëmë vetë që pëm pëngan Kur që të kush për na urdhman Mjallë shu rrugën sa katan Apo po më kështu nuk shkon Ta thënë qap tani në typë se pullo dhe shpër kitë ku që zi Nështë të që linda në demonstrata Mas një vinon që në ta dhe në që zi E kom flamurin ku që zi E stolis murin ku që zi Pje bota jon ku që zi Edhe ka me kon ku që zi E kom flamurin ku që zi E stolis murin ku që zi Pje bota jon ku që zi Qet ka me kon ku që zi E kom flamurin ku që zi E stolis murin ku që zi Pje bota jon ku që zi Edhe ka me kon ku që zi E kom flamurin ku që zi E stolis murin ku që zi Pje bota jon ku që zi Qet ka me kon Ti e din që suna prej glamurin e vërtet Që marikona na ka kep Për ku që zi do jep Ku që zi kom lit Ku që zi kom e dek Ku që zi du mu vesh Ka për kuna qona vesh Do sene mju tek Që ky sene shumë i ndzet Zemër kom ju prek Nuk manin ka ke met Ka ke shku qa ke gjit Veç a je shqiptar Hu do m'bot anë e mbar Na ju pak e me në S'jena pak jena do Ku që zi jena njo Mi glamur, mi qëllim Mi kom, mi qëllim Qëtim kon, haljo trim Kastriot, boletin Jom shqiptar, s'ko me mu Edhe pse s'kom tatu E kom shqipën mrena ku Me kur që s'muj me krahasu Ketar me shnira hatu Truje tona mi bashku Kejt e din, jena shumë S'ko si ti si aj si un Na rezerva për kanun Delu qokun deri ku që zi E kom flamurin ku që zi E stolis murin ku që zi Pje bota jon ku që zi Edhe ka me kon ku që zi E kom flamurin ku që zi E stolis murin ku që zi Pje bota jon ku që zi Qet ka me kon ku që zi E kom flamurin ku që zi E stolis murin ku që zi Pje bota jon ku që zi Edhe ka me kon ku që zi E kom flamurin ku që zi E stolis murin ku që zi Pje bota jon ku që zi Qet ka me kon Faleminderit të gjithëve. Mirë se keni ardhur. Është një natë që do ta mbaj mend në gjithë jetën time. Sonte një ambient kaq entuziast, dhe një natë tepër e veçantë, një natë që ka shumë rëndësi mbi vlerat e shqiptarizmit, patriotizmit, të dashur bashkëtetar, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër. Mirënjohje shpirtërore nga zemra, me të vërtet, faleminderit shumë. Në emër tuaj,
Mirëpresim sot këtu zotin Lulzim Basha, drejtuesin politik të koalicionit Euro-Atlantik, si e vetmja shpresë e Shqipërisë. Mirëseardhjen dhe të nderuarit ton, kandidatët e koalicionit Euro-Atlantik, të gjithë të pranishmit sot të në sallë. Të dashur zonja dhe zotëri, para se të filloj dy fjalë, dua ta filloj me falënderim zemre për të gjithë bashkëpunëtorët e mi që më kanë mbështetur që në fillimet e mia kur në kuvendin e parë të 2006-sh kur kam pasur pozicionin e sekretarit organizativ dhe antarit kryesisë. Pra që në 2006-ën këtu në këtë sallë, kjo bërtham më ka bërë që edhe sot të jem një ndër ju, një kandidat nga diaspora që do shkoj në garimin e 11 majit. Pra falënderim tepër i përzemërt. Falënderim do bëj dhe për familjen time sepse është dhe ka vlerat e saj, më ka mbështetur pavarësisht kohës, kostos dhe gjithçka, gjithmonë nuk më tha kurrë jo, por vazhdo përpara në projektet që ke. Dua të falenderoj zotin Basha që më vlerësoj dhe më besoj për të garuar në zgjedhjet e 11 majit 2025 si një ndër zgjedhjet më historike, me një koalicion të hapur, me një koalicion të pastër, i 100% të gare hapur, dhe këtu kam nderin që po nga ju, po nga kjo sallë, po edhe jashtë saj, meritoni shumë që unë sot jam për kandidat për deputet. Të nderuar, ne jemi në diaspor, jetojmë vite me radhë, por sigurisht mendja jonë, shpirti jonë, zemra, gjithçka është nga vendi jonë Shqipëria. Dhe me të vërtet, po të shikosh dhe të bësh një raport se si sot është Shqipëria dhe çfarë gjendje është, politika është tepër zgënjur. Dhe me të vërtet na duhet një zgjidhje. Dhe zgjidhja është në dorën tonë, në dorën tuaj, në dorën e secilit shqiptar, kudo që është jashtë territorit saj, por dhe në Shqipëri. Pasi politika në Shqipëri është e marrë peng, këtë besoj që e din sot çdo njëri nga ne. Politika, klasa e vjetër politike ka marrë peng Shqipërinë dhe nuk lejon të rritë liderit vizionar që kanë një vizion ndryshe, janë shkolluar në perëndim, nuk i lejojnë që të marrin në dorë drejtimin e shqiptarizmit dhe Shqipërisë. Pra këtu kërkohet mbështetje, të mbështesim fort fuqishëm koalicionin ton, koalicionin Euro-Atlantik. Unë, me të vërtet, jam një ndër kandidatët që kërkojnë mbështetje, po nga ju dhe diaspora mbar, por dhe në Shqipëri. Sigurisht që nëse më jepet mundësia për të bërë deputet për në parlamentin e Shqipërisë, ju jap fjalën që do jem një person, njëri nga ju, që do luftoj fort për jetën e qytetarëve, për dinjitetin dhe forcën dhe vlerat e shqiptarizmit dhe të kombit tonë. Nuk është, dhe s'dua të zgjatem shumë, por dua të them diçka. Një ditë dhe një muaj që kërkon sensibilizim dhe organizim. O sot o kur na thret vendi jonë, për të ardhmen e fëmijëve, vëllezërve, nipër dhe mbesërave, për të ardhmen e Shqipërisë. Ndaj dhe kërkoj të mbështesim fuqishëm projektet e zotit Lulzim Basha si një lider pro-perëndimor, vizionar, që kërkon të çojë Shqipërinë aty ku duhet. Nuk kam çfarë them më shumë, sepse nëse do flas më shumë, sigurisht që është emocionale dhe shpirtërore kur shikoj sonte që më është bërë zemra mal me gjithë këtë pjesëmarrje, vetëm sepse dua t'ju falenderoj edhe herë nga zemra dhe t'i japim fjalën zotit Lulzim Basha, projektuesit të veprave të mëdha për shqiptarisë.
Edhe një herë mirë se u gjej, vëllezër dhe motra, zonja dhe zotëri, të rinj dhe të reja, nëna dhe baballar. Faleminderit për këtë takim të mrekullueshëm këtu në zemër të Athinës. Falënderimi shkon tek gjithë secili prej jush të pranishëm të takim. Shkon në mënyrë të veçantë tek kryetari i Partisë Demokratike Demokratët Euroatlantik të Athinës, zoti Fatmir Gjoçi, dhe prej disa ditësh kandidat për deputet i koalicionit Euroatlantik, kolonës nr. 4 në zgjedhjet e ardhshme, që do të jetë zëri përfaqësuesi, mbrojtësi dhe promovuesi i interesave të bashkëdhetarëve tanë, të bashkëdhetarëve të tij në Athinë, në Greqi dhe kudo në diasporën shqiptare. Kanë lindur apo kanë ardhur fare të vegjël në fqinjin ton jugor, kanë ardhur në kushte të vështira, të paimagjinueshme dhe me fjalë të patregueshme, por ka për një kohë të shkurtër të ngrihen në majën e piramidës sociale të Greqisë, duke shkëlqyer në shkollat, gjimnazet dhe universitetet e këtij vendi, duke vendosur standardet më të larta dhe fituar çmime kombëtare, europiane dhe ndërkombëtare në këtë vend, në sport, në art, në shkencë, si një dëshmi e vërtet se shqiptarëve kur ju jepen mundësia, dinë, duan dhe vetëm shkëlqejnë në çdo fushë. Por vëllezër dhe motra, unë e di që ndonë se kjo është një histori e mbushur me shembuj që na bëjnë krenar nga ju në këtë sallë dhe shumë të tjerë jashtë kësaj salle. E vërteta është që askush prej jush nuk do të ndodhej sot këtu nëse Shqipëria, vendi ynë, do t'ju kishte ofruar mundësitë për të ndërtuar një jetë me dinjitet dhe siguri për të ardhmen aty. E di këtë edhe sepse vetë jam larguar në një moshë fare të re për një arsye që gjithë secili prej nesh e ndan e bashkëndan apo e ka të ndryshme. Gjithë secili prej nesh është larguar për diçka që vendi ynë nuk e ofronte. Dhe në vitin e largët 1993, unë jam larguar pasi mbarova gjimnazin për diçka që vendi im nuk ma ofronte. Studime universitare të një cilësie europiane. 93 ishte me të vërtet një vit në liri, për universitetet shqiptare në veçanti, drejtimet veçanta, si shkencat juridike, ishin në kolaps total ndërsa e reja sa po kishte filluar të ndërtohej. Ishte mungesa arsimit cilësor universitar që më detyroi në moshë të re të largohesha nga familja ime, nga prindrit e mi, nga shoqëria ime. Natyrisht, jeta studentore nuk është njësoj si jeta atyre që janë larguar për të mbajtur familjet e tyre me bukë. Por gjithsesi është një formë e qartë e emigracionit. Dhe ndonë se jam ndier i respektuar, i vlerësuar nga shokët e mi, nga profesorët e mi, dhe besoj me performancën time në universitet kam nderuar Shqipërinë, duke marrë pjesë e duke fituar në konkurse ndërkombëtare, sigurisht në fanellën e një universiteti holandez, por pa harruar asnjëherë nga vija, prap se prap, diçka më mbikëqyroi në shpirt e në mendje, diçka që besoj nuk ka njeri këtu që nuk e ndan. Asgjë nuk të bëhet si vendi yt. Dhe kjo është një brengë e madhe për mua. Për sallat plot me emigrantë në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Britani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dua t'ju them hapur e duke ju pa në sy. Zemra më bëhet mal t'ju takoj, por një realitet paralel, një dëshirë, një aspirat, do doja që ky takim t'ishte në Tiranë, t'ishte në Shkodër, t'ishte në Vlorë, t'ishte në Korçë, t'ishte në Elbasan, t'ishte në Durrës, në Dipër, në Kukës. Sepse duke bashkëndar një histori emigracioni të njëjtë me ju,
kam bashkëndarë prej fillimit po ashtu edhe dëshiren e pamposhtur që ta shoh vendin tim, aty ku e meriton tjetë, ta shoh Shqipërinë dhe shqiptarët aty ku e meritojnë tjenë, por jo në vend huaj, jo në vet huaj. Kjo më ka rikthyer në Shqipëri. Kjo më ka mbajtur përballë tallazeve, sfidave, sakrificave të shumta një udhtim politik që ju e keni ndjekur, s'ka qenë as pak i lehtë. Kjo më mban sot bashkë me grupin e kandidatëve për deputet dhe qindra, mira të tjerë në Shqipëri, të vendosur përballë të keqes. Sepse unë e di që jo vetëm Shqipëria meriton më shumë, jo vetëm shqiptarët meritojnë më shumë, po siç na mëson historia e suksesit, e mbjetesës, e suksesit e gjithë secilit prej jush dhe shumë tjerëve, Shqipëria dhe shqiptarët kur ju jepen mundësit, din të arrin majat më të larta. Ndaj dhe ky është misioni ynë sot. Nuk vim sot thjesht dhe vetëm të kërkojmë një votë. Nuk vim sot thjesht dhe vetëm të bëjmë sikur na digjet barku për diasporën si disa të tjerë. Po, është e vërtet. Njeriu që i do më shumë emigrantët është pa diskutim Edi Rama. I do kaq shumë sa në 12 vitet qeverisjes e ka dyfishuar numrin e emigrantëve shqiptar jashtë atë dhejot. Është e vërtet. E ka zbrazur Shqipërinë. Dhe kjo është prova më e qartë, më e prekshme e dështimit ti 12 vjeçar. Nëse dështimi ti dhe i qeverisjes ti nuk do shtrihej virtualisht dhe realisht në çdo fushë tjetës, a do të kishte vallë 1 milion emigrant më shumë anë mban botës, apo do të kishte 1 milion emigrant të rikthyer në Shqipëri. Është dështimi total, katastrofik me ekonominë, që i ka shtyrë dhe i shtyn shqiptarët në to 12 vitet qeverisjes korruptuar të Edi Ramës, më të korruptuar nga 1912-a, të marrin rrugët e botës. Nëse ekonomia shqiptare do të zhvillohej, nëse ekonomia shqiptare do të ishte prioritet i Edi Ramës dhe i qeverisjes tij, nëse do të mbante fjalën për 300.000 vende pune, atëherë nuk do të iknin 1 milion shqiptar në emigracion. E vërtet apo jo? Nëse Edi Rama do të mbante fjalën për shëndetësi cilësore, me barna cilësore, dhe lëre më pastaj premtimin fals për shëndetësi falas, mira familje shqiptare nuk do të detyroheshin të merrnin rrugët e Athinës, Janinës, Selanikut, Stambollit, Milanos, Romës, Londrës e kudo ku kanë familjar për të shpëtuar nga kthetet e vdekjes një të dashur, një të afërm, apo për të siguruar cilësi shëndetësore. Se Edi Rama do ta mbante fjalën për arsye cilësore për rinin tonë, atëherë këta të rinj dhe të reja do të ishin duke studiuar në vendin e tyre, në universitetet e tyre, duke arritur majat më të larta të arsimit akademik, universitar, shkencor, kërkimit shkencor, e duke i marrë ato çmime botërore që sot i marrin nga Kalifornia, në Milano, Londër, në Greqi e kudo tjetër, në emër të Shqipërisë dhe nga Shqipëria. Nëse Edi Rama do ta kishte mbajtur fjalën e tij për të luftuar varfrinë, sot kur Shqipëria shpenzon vit për vit, kur qeveria shqiptare shpenzon vit për vit 7.2 miliard euro nga taksat e shqiptarëve, mjerimi do ishte shuar si problem. Nuk do kishte familje që të vuanin për bukën e gojës. Nuk do kishte prindër që të rënkonin nga dhimbja e patregueshme e mos ushqimit cilësor të fëmijëve tyre. Ja pra, pse e them, se emigracioni, me cilin sot rregjoksin, se si që thash, në mënyrë cinike, a i krenohet që shqiptarët emigrojnë, i shtuar numrin e tyre, por në qoftë se Shqipëria do të kishte për vërtet të 12 vite, jo vetëm shqiptarët nuk do të ishin larguar masivisht, si që janë larguar duke zbrazur Shqipërinë, por do ishin kthyer. Shqipëria është zbrazur, isha në Fier. Nuk e di nëse kemi këtu nga Fieri dhe kur kanë qenë për herë të fundit. Një qytet fantazëm, i zbrazur nga të rinjt, i zbrazur nga njerëzit, me familje
përgjysmuara, me pleq kok ullur, i njëjti realitet, në të gjitha qytetet shqiptare, Gjirokastra, në orën 6 pasdites nuk ka këm njeriu në rrugë. Korça, Dibra, Kuksi, siç më tha një mik deri para pak kohësh në qeverinë britanike, tani në opozit, më tha këto kohët e fundit është vënë në kontroll emigracioni shqiptarëve nga Shqipëria verelindore, në kuptonte qarqet tona më të dobta ekonomikisht, Dibrën, Kuksin. S'ka më, tha, shqiptarë që po vinë. Po s'ka më, i thash miku im, se aty vetëm lopët kanë mbetur. Shqiptarët kanë ardhur gjithë në Londër. E pra kjo është prova më e prekshme e dështimeve të kësaj qeverisje. Ndaj, jemi sot këtu. Besoj, e njëjta gjë na thret bashkë të sallë. Nuk jemi këtu për ekuacionet vogla karrikesh. Nuk jemi këtu për të shfrytzuar momentin, për të gryer ndonjë votë. Por jemi këtu se na thret një mision i përbashkët, shumë më i madh se gjithë secili prej nesh. Shumë më i madh edhe sa ne që jemi këtu në këtë sallë. Shumë më i madh edhe se koalicioni Euroatlantik. Na thret misioni për Shqipërinë dhe shqiptarët, na thret misioni se Shqipëria meriton më shumë dhe me vullnetin ton, me lejen e Zotit, me punën ton, patjetër që do të ketë më shumë. Duke filluar nga çlirimi i vargojnëve të korrupsionit. Korrupsioni është pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe është, siç e dini ju fare mirë, njolla kryesore për reputacionin ndërkombëtar të Shqipërisë. Isha në prill të vitit kaluar i ftuar nga organizatorët në një nga forumet më të rëndësishme të Europës dhe të botës këtu në Delfi, s'kisha qenë herë tjetër, i Delfit. Dhe më vjen keq t'ju them se e vetmja gjë që dëgjoj në takimet që pata me vendimarrës të niveleve europiane dhe botërore ishte problemi i korrupsionit të qeverisë Tiranës. Një qeveri e shfrenuar në korrupsion, e cila para një viti u kap duke vjedhur dhe taksat e Bashkimit Evropian, që kishin ardhur si ndihmë për fermerët shqiptar, është faqe e zezë për shqiptarët kudo që janë. Ndaj e them që korrupsioni është apo jo pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik dhe njolla kryesore për ne në reputacionin ndërkombëtar. Kjo sepse politikanët e gardës së vjetër me në kryet parën e qeverisë mendojnë vetëm për interesat e tyre, po kur për interesat e shqiptarëve. Çfarë na dallon ne nga ata? Le ta themi fare hapur. E para dhe kryesorja, që të luftosh korrupsionin duhet mbështesësh drejtsinë e pavarur. Nuk mund të ulesh njëkohësisht në dy karrike. Provoje, shiko si dalin këmbët. Provoje të ulesh në dy karrike, edhe kundër korrupsionit, edhe kundër spakut. Kush ju thot që është kundër korrupsionit dhe kundër spakut, është me korrupsionin. O je kundër korrupsionit dhe e me spakun, o je kundër spakut dhe e me korrupsionin. Kjo është ndarja në politikën shqiptare. Në njëra anë, qartësisht është kryeministri i vendit, që të gjithë e dim se ku i ka shokut. Apo jo? Po. Gjithë e dim ku i ka shokut. Gjithë e kam. Se dëgjova që filluat me tabelën e shumëzimit. Dëgjova pak që filluat me tabelën e shumëzimit aty. E vërtet është, 7 javë në ndajnë nga 11 maj dhe një javë ka 7 ditë. Pra 7 e 7, 313. 313. Aty ku i ka shokët Edi Rama. Lufta kundër korrupsionit bëhet me akte dhe jo me fjalë. Ndaj mbajini mend, kur të vijë ajo ditë e 11 majit dhe shikoni atë fletë votimit, ka vetëm një forcë politike, ka vetëm një alternativë, e cila është me akte dhe me vepra në krah të strukturës posaçme antikorrupsion, që drejtësia mos t'i mbroj, por t'i ndëshkoj politikanët e korruptuar, dhe kjo është kolona 4, është koalicioni Euroatlantik, janë kandidatët tanë.
Në kandidatët tanë nuk ka asnjë të korruptuar, nuk ka asnjë të inkriminuar, nuk ka asnjë që ta ketë frikë SPAK-un, nuk ka asnjë që vjen kërkon votën për të marrë imunitet parlamentar kundër SPAK-ut. Jemi me SPAK-un, pro SPAK-ut, kundër të korruptuarve, të gjithë korruptuarve. Jo vetëm kaq. Faleminderit. Jo vetëm kaq. Por për të nxjerrë zbuluar ata që mashtrimin e kanë kthyer në një art tjetër në Shqipëri, nuk mbështesin, por mashtrimin e kanë kthyer në një art. Për të nxjerrë zbuluar duhet ju a them edhe sot këtu në Athinë, atë që çdo shqiptar tashmë e ka marrë vesh. Prej një viti e gjysmë ne kemi depozituar në Parlamentin e Shqipërisë zyrtarisht ligjin për vettingun e politikanëve. Ju të gjithë e njihni, besoj, vettingun e gjyqtarëve, që është kontrolli i pasurisë, kontrolli i atyre që quhen kontaktet papërshtatshme, pra kontakteve kriminale, të gjyqtarëve, të familjarëve të gjyqtarëve, të rrethit shoqëror, dhe kush nuk e justifikon pasurinë, shkarkohet. Ky standard është standardi që ne kërkojmë për politikanët shqiptar, për të 140 deputetët shqiptar, për antarët e kabinetit, për kryeministrin, për presidentin, për drejtuesit e lartë të shtetit. Sepse politika nuk mund të jetë strofk e të korruptuarve, biznes për të pasuruar e të pretendojmë që Shqipëria do të ecë përpara. Me ligjin ton për vettingun e politikanëve, ndahet shapi nga sheqeri, siç thot populli. Dhe atëherë kuptojmë kush është i korruptuar e kush jo. Kush është i lidhur me krimin e kush jo. Kush i justifikon pasuritë e tij, të familjes tij, të afërmëve të tij dhe kush jo. Janë të bashkuar Edi Rama dhe Garda Vjetër që mos ta fusin këtë ligj as për shqyrtim në rendin e ditës. E imagjinoni çfarë kanë futur në rendin e ditës. Lloj marifetesh. Por prej një viti e gjysmë refuzojnë që në rendin e ditës sjellin propozimin ton, që është një ligj i plot. Është një projekt ligj i plot për vettingun e politikanëve. Pse? Sepse i druhen transparencës. Sepse e kanë frikë transparencës, sepse i kanë frikë kontrollin. Njësoj kemi çuar në të njëjtën kohë edhe projekt amendamentin për heqjen e imunitetit parlamentar. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kur një parlamentar dyshohet se ka kryer një krim, në veçanti një krim të rëndë si korrupsioni apo krimi organizuar, nuk ka nevojë të mlitet parlamenti të heqë imunitetin, po shkon si çdo qytetar në prokurori, nëse është e nevojshme, në arrest dhe para gjyqit. Afro 10 muaj më parë, zëvendës kryeministri Edi Ramës, një bashkëudhëtar i gjatë i tij, ai vetë s'është i gjatë, po bashkëudhëtimi është i gjatë. Arben Ametaj SPAK-u ngriti akuzëm dhe kërkoi arrestimin e tij. Ju dhan 2 javë kohë dhe u arratis. U arratis. Arsyeja pse Erion Veliaj nuk arriti dot arratisej është sepse për kryebashkiakët nuk ka nevojë të hiqet imuniteti. Prandaj kemi kërkuar heqjen e imunitetit. Zyrtarisht në Parlamentin Shqiptar. Jemi e vetmja forcë politike që kemi depozituar ligjin për fuqizimin e SPAK-ut, duke i dhënë të gjitha fondet e nevojshme, duke ndryshuar infrastrukturën ligjore, ashtu siç ka nevojë SPAK-u për të bashkëpunuar me vendet e tjera në luftë kundër korrupsionit e krimit organizuar, për të marrë prova, për të shkëmbyer dëshmi etj. Dhe prap këta, në veçanti ai që rreth gjoksin që pa mua s'do kishte SPAK, që është një mesazh mafioz dhe i pavërtet, nuk e sjell propozimin as ta debatoj në parlament. Këto pra janë të vërteta, këto janë fakte që flasin vetë. Dhe ky është dallimi i parë dhe kryesor midis nesh dhe Gardës Vjetër. Ne jemi kundër korrupsionit me akte. Ne jemi kundër korrupsionit me vepra, ndërsa ata po bëjnë gjithçka për mbrojtur veten e tyre. Si? Vim tek ndarja e dytë. Dhe kjo ka të bëjë me listën e hapur. Gjykata kushtetuese i hapi listat. Që ju të zgjidhni se kë do të çonin në parlament dhe jo kryetarët e partive. Edi Rama dhe Sali Berisha i rimbyllën listat dhe futën veten e tyre në listat e mbyllura. Dhe besnik, sepse në këtë mënyrë marrëdhënia është midis kryetarit
dhe Servilit që futet në listë. Ata që i fut në listë kryetari, ja kanë borxh besnikërinë kryetarit, luftojnë për interesat e kryetarit, luftojnë të mbrojnë kryetarin, edhe kur ai akuzohet për korrupsion. Fiks. Lista jonë është listë e hapur. Të gjithë dhe jemi në listë hapur. Të gjithë. Pa përjashtim. Dhe gjithë se cili prej nesh e ka interesin e lidhur me ju, me qytetarin. Do kërkojmë votën tuaj, do marrim besimin tuaj, dhe pastaj do ta justifikojmë atë besim, duke mbrojtur vetëm interesin tuaj. Ky është dyshimi i dytë dhe i madh mes nesh. Natyrisht, po ti pyesësh pse jeni në listat mbyllura, nuk kthejmë përgjigje. Nuk kthejmë përgjigje, në veçanti Edi Rama që premtoi që do ishte në listë hapur. A e mbani mend që tha do jem në listë hapur? E mbani mend apo jo? Tani është në listë të mbyllur dhe sa herë pyes pse je në listë të mbyllur, thot një të vërtetë, por e thot duke qeshur, thot se u tremba, pastaj qesh. Po nëse nuk u trembe, pse u futën në listë të mbyllur? Pse nuk e mat veten? Ka gjithë shtetin në dispozicion dhe nuk e mat veten me votën e qytetarëve. Pse? Pse? Pse ja mbetet? Jam i bindur që gjithë secili prej jush këtu ditë ja përgjigje sepse. Sepse ora e fundit të pandëshkueshmërisë po vije, sepse ora e ndëshkimit me ligj po vjen. Megjithatë, nuk jam këto të vetet arsye pse jemi të bashkuar në këtë udhtim. Ju fola pak më parë për diçka që na lidh bashk me të kaluarën time, me motivimin që më futin politik dhe me atë që besoj ka qenë një rrugtim deri më sot në shërbim total të interesit tuaj, të interesit publik dhe të interesit kombëtar. Është fakt, dhe unë e di, kur isha ministër i jashtëm, se sa raste kisha në ditë, që të thyenin zemrën të nënave që donin të shikonin një fëmijë që kishin 20 vjet pa e parë, po s'merrnin dot vizën. Të fëmijëve që kishin një hall për të zgjidhur me prindin, po s'merrnin dot vizën. Janë halle fal Zotit harruara, po janë halle që kur ndjesia e dhimbjes që ato familje përjetonin, familjet tuaja, familjet tona, nuk më shlyhet nga mendja. Pra kjo ishte një forcë dhe një motivimi jashtëzakonshëm që më shtyu ti përkushtosha me gjithçka një procesi i cili sot merret si i mirëqen, por që ishte shumë i vështirë. Madje për Edi Ramën atë kohë i pamundur. E mbani mend si u thoshte njerëzve, pse Luli do ju heqë vizat? E pra, kur nisesh me një përkushtim jo thjesht politik, por shpirtëror, kur e ndjen dhimbjen e bashkëqytetarit të në shpirt, dhe kur bën gjithçka për të arrirë diçka plotësisht mundshme, ke sukses dhe ne arritëm t'i hiqnim vizat për Bashkimin Evropian dhe t'ju jepshim shqiptarëve mundësinë për udhtim pa viza në zonën Schengen. Ishte një kohë kur ishim krah për krah me Kroacinë në antarësimin NATO. Dhe sot jemi në të njëjtën tavolinë si Republika Helene, si Greqia, në aleancën më të fuqishme ushtarake dhe të vlerave në botë në NATO. E t'ja themi këtu nga Athina, t'ja kujtojmë kryeministrit, që tavolina ku e kam ulur Shqipërinë është e vetmja tavolinë ku ai ulet edhe sot e kësaj dite me partnerët Euroatlantik. Kjo është një provë tjetër, se kur ke një qeveri dhe një kryeministër që parsor ka interesat e njerëzve, nuk ka asgjë të paarritshme. Dhe sot nga Athina, me që përmendëm edhe shembullin e Kroacisë, që tani është bërë anëtare e Bashkimit Evropian dhe janë hequr dhe vizat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dua ta përsëris zotimin tim se ashtu siç punuam dhe hoqëm vizat me Bashkimin Evropian, do të heqim vizat për shqiptarët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe. Vëllezër dhe motra, programi ynë politik, i shpalosur me 1 qershor, është garancia për çdo grup interesi se qeverisja e nesërme me programin e euroatlantikëve
nuk do t'jetë një tjetër zhgënjim për shqiptarët. Kandidatët tanë janë mbartësit e kësaj garancie, njerëz me integritet sipëror, që kanë shkëlqyer në fushat e tyre të jetës më parë, që kanë shërbyer me devotshmëri bashkëqytetarëve të tyre dhe që sot nuk i bashkon ambicia për karrierë politike, por dëshira për të vazhduar për të shërbyer bashkëqytetarëve tanë. Ky program është i plot, është palosur me 1 qershor. Ka një 2 ditë që janë mërzitur disa, si ta quaj, pa i fyer. Disa që hanë buk nga mëshira e qeverisë në media. Janë mërzitur nga, si që thotë, rinia diset që i bëjon Edi Ramës. E thonë, nuk është politik kjo. Kjo është tallava. Ku është programi? Ku është oferta? Prit një sekund. Majt. Janari iku. Iku dhe shkurti. E diti se këmë mori me vete. Të shojmë këto marri marsi me vete. Pritë se s'kam baruar. Kur ne shpadëm programin ton, për cilin punuam 1 vit, partia jonë si motor, që është dhe si motor e partisë në qeverisje këtu, e Nea Demokracisë, kryeministit Mitsotakis, partia CDU e Gjermanisë, tha ky është programi më i mirë që një parti politike ka hartuar në Ballkanin Perëndimor në 35 vitet e fundit. Dhe ne ofruam të debatojmë kudo, në media, në universitete, asnjë media nuk ja doli do të thynte censurën e imponuar apo të vetë imponuar që programin ta shpalosnin para shqiptarëve. Megjithatë, ne nuk e humbëm durimin. Vazhduam takimet tona me fermer dhe sipërmarrës, me student dhe pensionist, me pronar dhe me të përndjekur, me profesionistë të lirë dhe me gjithë ata që donin të shikonin seriozitetin e ofertës tonë. Dhe jemi gati ta bëjmë të kurdoherë. Dhe sigurisht, ajo që ne ju themi shqiptarëve përmes programit ton është që Shqipëria meriton më shumë dhe mund të ketë më shumë me taksat e ulta, me mbështetjen për sipërmarrjen shqiptare, me familjen shqiptare në qendër të programit ton, me mbështetjen e shtresës mesme shqiptare, me rikthimin e kokës të borxhet e pa paguara të Partisë Demokratike të Shqipërisë, ka shqipronarëve dhe të përndjekurve politikë të Shqipërisë. Dhe pa diskutim ky program është aty, i debatueshëm dhe i debatuar në çdo kohë. Dhe pjesë e programit është lufta kundër korrupsionit, prandaj ditë për ditë nuk do lodhem ti them Edi Ramës ku i ke shokët. Sepse shokët i kanë në burg apo rrugës për në burg, që shenjë e qartë e korrupsionit qeverisë ti dhe e nevojës për të mbështetur spakun. S'ka asgjë jo politike këtu. Prandaj kjo ishte thjesht një mesazh që doja t'ju jap, ja jap edhe nga Tirana, po ja dhash edhe nga Athina, për ata që kur kishim shpalosur programin bënin sikur nuk e shikonin, tani thon pse bën dise, kjo është ajo thënia vjetër, çfarë uji i ke dhënë gomarit. Ne s'kemi ndërmend të japim ujë gomarit korrupsionit, ne kemi ndërmend ta ngordhim gomarin e korrupsionit dhe ujin, dritën, ajrin, mundësitë e jashtëzakonshme të Shqipërisë t'ia kthejmë një herë e mirë pronarëve të tyre të vërtet që janë shqiptarët. Ndaj miqtë e mi, me 11 maj duhet ndihma juaj. Duhet edhe ndihma juaj. Që Shqipëria mos mbetet në vend numro dhe të kthehet prapa në lërat e riciklimit midis të keqes, që 11 maj mos të jenë zgjedhje, pas zgjidhje duhet ndihma juaj. Them ndihma sepse në fakt ju i përjetoni njësoj problemet si të afërmit tuaj në Shqipëri dhe më shumë. Jeni ju që kompensoni për të ardhurat e munguara. Jeni ju që i përgjigjeni për të smurët. Që merrni ilaçet për t'i çuar te prindrit, sepse ilaçet në Shqipëri janë skarcuara për shkak të mafjes së barnave dhe me çmime shumë të larta. Mirë e the zonë. Çdo gjë
Pra ju jeni dhe keni mbetur një zgjatim i paprer i Shqipërisë kudo ku jetoni. Në fakt, detyra parë dhe kryesore është e bashkëfamiljarëve tuaj atyre që janë në Shqipëri. Detyra jonë është t'ju japim programin dhe ekipin. Detyra tyre është të vendosin nëse do jenë me fëmijët e tyre dhe të ardhmen e tyre. Nëse do të jenë me familjet e tyre, nëse do të jenë me Shqipërinë, apo do të jenë kundër fëmijëve të tyre, kundër familjeve të tyre, kundër Shqipërisë, kundër bijve dhe bijave të tyre që i kanë emigracion, duke u rrupatur 24 orë në ditë për t'i ndihmuar, sepse nuk mund të jenë edhe me Shqipërinë, edhe me familjet e tyre, edhe me fëmijët e tyre, edhe me Edi Ramën. O je me familjen tënde, o je me Edi Ramën. Kush është me Edi Ramën, është kundër familjes tij, është kundër Shqipërisë, është kundër shqiptarëve, është kundër gjithçkaje që ne besojmë që është vërtet dhe e mirë për shqiptarët. Ndaj, na duhet ndihma juaj që ta çojmë kudo fjalën që në këto zgjedhje ka zgjidhje, nuk është prap. Një zgjedhje pas zgjidhje. Ka zgjidhje. Dhe zgjidhja është të votohet për këtë bashkim vlerash qytetare, për këtë bashkim vlerash kombëtare, të votohet për koalicionin Euroatlantik, për kandidatët tanë, për numrin 4, anë mban Shqipërisë, për t'i dhënë asaj të ardhmen që meriton. Ju falenderoj nga zemra për këtë mikpritje të jashtëzakonshme. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Zoti e bekoft Shqipërinë. Atëherë një përshëndetje do të bëjnë kandidatët e koalicionit Euroatlantik, duke filluar nga zonja Pampuri. Mirëmbrëma të gjithëve. Është shumë kënaqësi që jam sonte me ju këtu në Athinë, është shumë kënaqësi që jam me gjithë kolegët e mi, është shumë kënaqësi që zoti Lulzim Basha vjen për të takuar të gjithë ata që e lanë vendin 34 vite më parë, çdo vit mbas viti, të zhgënjur nga një keqëqeverisje në Shqipëri. E them dhe e kam thënë. Pas kemi patur 34 vite tranzicion nga i cili nuk po dalim që nuk po dalim dot. Kemi sot ende figura të cilat kanë ardhur dhe këtu në Athinë, shkojnë në çdo vend të Europës dhe u premtojnë shqiptarëve. Jam po të njëjtat figura që më kanë premtuar mua kur isha 9 vjeç. Dhe po ato sot më premtojnë kur jam 43 vjeç, premtojnë të ardhmen e Shqipërisë dhe të ardhmen tuaj dhe të brezave të rinj. Le t'i themi një herë e mirë jo, më 11 maj t'i dënojmë me vot, sepse e ardhmja nuk është e së shkuarës, nuk i përket së shkuarës, nuk i përket personave të cilat mbartin mbi kurriz korrupsionin, nuk i përket atyre të cilët ju kanë larguar ju nga vendi juaj. E ardhmja i përket atyre të cilët ju duan, të cilët duan ta bëjnë Shqipërinë dhe të cilët e duan Shqipërinë. Të nderuar zonja dhe zotrinj, t'i japim një goditje të madhe më 11 maj dhe t'i themi mjaft më, sepse karrikja nuk është e përjetshme dhe nuk ju takon juve që menduar për vetën tuaj dhe për familjarët tuaj. Ju falenderit dhe uroj të bëhet më mira për ju dhe për Shqipërinë. Bravo! Përshëndetje të gjithëve, të dashur bashkëdhetarët e mi, Greqi, të dashur miqtë e mi. Është përgjegjësi e dy fish sot, është një kënaqësi e madhe të jem këtu midis jush, jo vetëm si politikan, por është përgjegjësi e madhe kur rikujtohet gjithë ato çfarë ju keni kaluar si emigrant. Kam jetuar jashtë vendit tim prej shumë kohësh dhe e kuptoj vështirësitë e prindit për të rritur fëmijë, vështirësitë e fëmijët tuaj që janë rritur jashtë atëve tuaj. Gjithçka ka qenë vështirë, po ju a keni dalë, keni këtu, keni suksesshëm në jetë. Keni dhe të vendosni për fatet tuaja, dhe më në fund, ju do të keni mundësinë këtë vit, vendosni me votën tuaj, me përgjegjësinë më të madhe, vendosni se kush duhet të jenë përfaqësuesit tuaj. Më në fund, ashtu siç e keni ndihmuar familjarët tuaj atje në Shqipëri, ekonomikisht gjithë këto vite, sot keni mundësinë të bëni ndryshimin me votën tuaj. Dhe këtë ndryshim mund të arrini duke votuar kandidatët e koalicionit Euroatlantik, duke votuar kandidatët e listave të hapura. Ndjek Fenari, që së bashku me Lulzim Bashën ja kemi dalë ta çojmë përpara alternativën e demokratëve dhe t'i japin në këto zgjedhje shansin të përfaqësohen te koalicioni Euroatlantik.
me kandidatë më të mirë këtu, me kandidatë më të mirë në gjithë Shqipërisë. Ju ftoj që votoni masivisht, të bëni ju pararoja e ndryshimit, sepse vota juaj do ketë mundësi të hidhet edhe para. Faleminderit gjithëve, fitore dhe vetëm fitore. Anëtarët tonë, pjesa më e mirë e Zebrës dhe shkurtit tonë. Unë e kuptoj shumë mirë, unë jam Marinela Ziu, jam kandidate e koalicionit Euro-Atlantik për qarkun e Korçës dhe prej 12 vitesh eksperte antikorrupsioni. E kuptoj shumë mirë se ju jeni këtu, sepse arsyeja kryesore e fatkeqësisë në të cilën gjendet vendi tonë është korrupsioni. Dhe arsyeja pse unë kandidoj në koalicionin Euro-Atlantik është sepse ne kemi një plan të qartë për ndarjen nga e kaluara dhe dhënien në fund të korrupsionit. Arsyeja kryesore e ndarjes me të shkuarën është mbrojtja e spak në mbështetje e tyre, sepse mbrojtja e spak do të thotë një drejtësi e pavarur dhe e pashme. Një drejtësi e pavarur dhe e pashme do të thotë fundi i tranzicionit. Fundi i tranzicionit do të thotë mos zgjatje më të shkallave tona, të gjitha procesi nuk do të ktheheni në vendin tuaj. 11 maj është mundësia tuaj për të vendosur me votën tuaj revolucionarën e drejtë historisë. Dashur motor dhe vlezër, nana të tavalar, unë jam Neli Demi, jam mjek psikiatër dhe psikoterapist. Jam i ri në politik, por jam me eksperiencë në jetë dhe profesion. Zonja që fali shparë për ilaçet, më kujtoj një skenë që e kam dëgjuar shumë shpesh në praktikën time të përditshme me pacientët dhe me familjarët e tyre, të cilët e gjenë pamundur që jo vetëm të përballojnë hallin që i ka rënë mbi shtëpi, por i duhet të kërkojnë familjarëve të tyre jashtë Shqipërisë që të ofrojnë ndihmën e tyre për t'i dhënë, për t'i blerë mjekime, për t'i blerë mjekime të cilësisë mirë, për t'i çuar nëpër spitale, për t'i mbajtur në shtëpitë e tyre ndërkohë që kurohen jashtë Shqipërisë. E faktë, jam mjek psikiatër dhe psikoterapist zë, si të është specialiteti im është dhimbja në një farë mënyrë, në mënyrë ironike, se merrem me dhimbjen çdo ditë, me dhimbjen e indivizëve, të familjeve dhe shoqërisë dhe e njoh mirë dhimbjen. Dhe një nga dhimbjet e cila transferohet edhe tek unë kur punoj me individ, një nga dhimbjet që i del më shumë gjurmë në kujtesën time është dhimbja e njerëzve të cilët janë shkëputur nga gjysma e tyre. Është literisht e vërteta e të thasë të basha, është përgjysmuar Shqipëria. Unë vetë në familjen time kam gjysmën e rrethit tim të afërm familjar deri në kushërinë të dytë i kam jashtë Shqipërisë. Kështu që e njoh mirë se çfarë do thotë të grosh, e njoh mirë dhimbjen që shkakton kjo për nënat apo për ballarët që nuk i shohin fëmijët e tyre në të përditshmen, i shohin të rriten, të rrëzojnë, të kontribojnë në shtëpitë e tyre dhe në vendin e tyre. Nga ana tjetër, e kuptoj dhe dyzimin e nevojës për të bërë diçka më të mirë për jetën tuaj. Dhe ju ja keni dalë në banë, ashtu siç e tha zoti Basha, ja keni dalë në banë shumë mirë dhe keni shkëlqyer në të gjitha fushat në të cilat keni marrë përsipër të luftoni. Duke qenë specialist që merren me dhimbjen, e kam të sigurt që programi i koalicionit Euro-Atlantik fokusohet dhe adreson të gjitha dhimbjet e shoqërisë shqiptare. Prandaj votoni numrin 4, sepse është një program i cili e shoqëron njeriu nga lindja deri në moshën 3. Të gjitha problemet dhe hallet janë të adresuar në mënyrë metikuloze. Votoni numrin 4. Përshëndetje gjithëve, unë jam Koli Kulli, kandidat i Qarkun e Lezhës. Në një rasin sot përpara jush vëllezër dhe motra, ju që jeni
shpëtimi jonë në Shqipëri, se sa herë hallet tona bien ne ju drejtohemi ju të parëve. Ju bëhet thirrje që me datën 11 maj të votoni numrin 4, të votoni Lulzim Bashën kryeministër, sepse vetëm duke pasur një kryeministër të tillë, Shqipëria mund bëhet më e mirë. Ju falenderoj. Mbrëma të gjithje, ju falenderoj për mirë marrjen pjesë në takimin magjistor. Unë kam dërguar një artikull të Lulzim Basha, të koalicionit Atlantik. Dua të jap një mesazh si bashkëdhetare, si vi, preku pak edhe një zonjë aty, dikur duke bërë një bisedë me nënën time, që nuk është më i tash. Mos i bëj fjalë babit për cigaret, le të pisa dorë. Ajo më shërgoj fort dhe më tha, ne mendim kemi, ta kemi të në përbërë. Unë nuk dua të kërkoj lek juve, po ne brim një kile mish se na i brem ti lacet në Greqi. Ata nuk janë që të dy. Dua të përcjell këtë mesazh, që të mos jetë kjo Shqipëria. Të mbështesim dhe të do të ndryshim dhe voçën, që do të sjellim këtë ndryshim. Që Shqipëria të mos jetë ajo që është, që ne kemi punuar, ndryshuam jetën tonë, po punuam me kokën mbrapa dhe nuk u ndryshuam të jetën atyre. Dua të them dhe dy fjalë për zotin Fatmir. Fatmiri është një djalë i devotshëm, një demokrat i përkushtuar. Fatmiri është ai që ka mbajtur vlerën e Partisë Demokratike, hapur nothing. Succese. Succese të Fjallën ka e mirë shumë. E mirë buja. I shkurë, të dhe. Në kërë një qikëzërë të dhe. Atëhere, që këta së shpara jush, zotë i kretarë. Më lejo t'jem këtu me që së tope, se unë kisha dëshirë të rria tje. Tani, nuk do jemi këtu as për të bërë show, as për të bërë recital, por kërkoj nga ju, vëllezër e motra bashkëdhetarë, ato flamurat kuqëzi që të partë tanë kanë dhënë jetën, t'i ngrejmë lartë. Po të shima ma! Dhe pse ja u kërkoj unë për tope? Sepse, falë këti flamuri, ne jemi gjithë sot këtu. Ne falë këti flamuri, jemi sot në pritje të shpresës. Kush është shpresa? Shpresa jeni ju që sot dhe me 11 maj po merrni një rrugtim shumë të rëndësishëm për t'i kthy Shqipërisë shpresën e të ardhmes, por t'i dhonë fëmijëve tanë bazat e të ardhmës tyre, por t'i dhonë prindëve tanë të moshuar shpresën që të kenë jetë të gjatë duke pas një shëndetësi të fuqishme që do të vijë pas 12 maj me programin Euroatlantik të harkuar, të përpinuar nga këta kandidat për të votet, nga zoti Basha dhe të gjithë ekspertët e të gjitha fushave të ndryshme që kanë përpiluar të armën e vendit tanë. Tani, sot këtu, si që thash, është një ditë e veçantë. Është një ditë e veçantë se me pjesëmarrjen tuaj këtu, ne do hapim kapitullin e ri, por të qenë shembulli më i mirë, se si duhet të jenë shqiptarët e denjtë, atë dashës, shqiptarët e denjtë, krenar për politikanë që votojnë, shqiptarët që nuk do të njihen kur pse votuan hallkën e vjetër 34 vjeçare. Dhe kjo do ndodh fal koalicionit Euroatlantik me liderin e të ardhmes, me liderin e shpresës së Shqipërisë, zoti Lulzim Basha.
dhe do ta mbyll për 1 minutë e 30 sekonda zoti kryetar dhe erdha këtë pozicion të them diçka. Sot këtu janë prindër moshe mesme, janë fëmijë dhe janë motra vlesër bashkëtarë që punojnë për 24 vjet ditë edhe natë. Për çfarë? Për të ardhmen në të vendit tonë, për familjen e madhe shqiptare. Dhe do të lutesha përzemërsisht si bi i këtyne bashkëdhetarëve këtu, si bi i juaj që do e keni vëmendjen tek ne në diasporë një tutje, që boni shmos. Mos të na zhgënjeni si na kanë zhgënjur 34 vjet. Se ne do jemi ata që bashkë me ty, jo të 300 vjeta, po edhe spaku edhe reqi bashkë s'ka për të shpëtu ata. Tani, ju falenderoj nga zemra që jeni këtu, se këtu ka socialista, se këtu ka demokrat, se këtu ka të pa parti, por mbi gjitha këtu ka shqiptari dhe jeni ju! Qytetar këtu e mbyll, kemi përfaqësues të komunitetit. Janë përfaqësues të nderuar të komunitetit, mësues, profesionista, si që zonja Gjori dhe shumë të tjerë këtu, zonja Miranda, që jape maksimumin që ta majnë dignitetin këtu, ta majnë komunitetin e bashkuar, pa lek, pa interesa personale, dhe të lutem, mos ta lini vetëm! Fitore! Fjallën e ka, përndalë dhe që që prejti. Një minuti përshëndetje rrugën, moshës, urdrojnë zotit Peqit e pas e predit, Eduard Nosek. Mirë mbrëma dhe falenderit shumë bashkëdhetarë këtu në Athinë. Unë quhem Shemsi Preqi, lindur dhe rritur në Dibër dhe punuar në gjithë Shqipërinë, emigrant po brenda Shqipërisë për 13 vite. Nuk kam lanë cep të Shqipërisë, nga Tropoja deri në Sarandë që s'kam punuar, edhe nuk i njoh gjithë trevat nga ku vini ju. Eksperienca më ka mësuar shumë, edhe ndoshta do duaj një natë të flisnim, por unë du t'ju them, ju meritoni më shumë, Shqipëria meriton më shumë, prandaj bashkohuni në projektonin euro-atlantik për të ndryshuar Shqipërinë dhe për poselan politikën shqiptare, dy polare, Ngresa Liu e Rzo Rama e Ngresa Liu. I falenderoj Lulzim Bashën që na ofroi këtë alternativë për të ecur përpara dhe për ta ndryshuar politikën. Do të falë vetëm një minutë duke i kërkuar falje të gjithëve për mënyrë të veçantë familjes Gjoxha Luar. 115 vite më parë, kur bashkoheshin shqiptarët në luftë kundër serbit, paria e Lurës ishte fisi Mena. Por fisi Gjoxhi dhe familja Gjoxhi dërgonte luftëtarë në luftë me serbët më shumë se sa familja Mena. Dhe kjo është domethënie. Nëse nuk më keni kuptuar, e them kështu që baraktari Mena, edhe pse kishte probleme me fisin Gjoxhaj, e përgëzonte për numrin e ushtarëve që dërgonte në luftë. Sot më keni manitur. Edi Rama me ushtrinë e patronazhistëve, edhe pse është baraktari i Shqipërisë, nuk ka mundur ta zbukuroj sallën me përdorim familjare. Kjo është një zëndryse për atë që Shqipëria në tret. Këtu janë zemrat e shqiptarëve, janë gjithë familjarë, me të rritur, me të moshuar, me prindër, me fëmijë. Ndaj edhe unë shikoj një shpresë të madhe. Të nderuar bashkëdhetarë, një zotëri nga salla tha, a do të shkojnë në burg deri me 11 maj. Ai tha deri me 11 janar, po ishte lapsus. Unë për shkak të profesionit që kam bërë 25 vite drejtor policie në gjithë Shqipërinë dhe 5 vite drejtori përgjithshëm i emergjencave civile dhe këshilltar në presidencë,
kam një eksperiencë shumë të madhe dhe kam shumë miq në drejtësi. I nderuar vëlla, të nderuar bashkëdhetarë, dijeni mirë që koalicioni Euroatlantik ka listën më të pastër në pikpamje të integritetit dhe moralit. Ndaj votojeni. Votojeni numri 4 koalicionin Euroatlantik, sepse ne do të kemi ndryshimin. Ndërsa ju garantoj me besën e burit dhe shqiptarit se deri në datën 5 maj ditën dëshmorëve nga lista e PD-s dhe PS-s do të ketë shumë dëshmorë pranderës Spakut. Faleminderit, mirënjohje dhe shumë respekt. Ja japim fjalën Eduard Ndotit, kandidat për deputeti Qarkëvëllezhë. Unë isha për Tiranën, por votoni Fatmir Gjoxhen. Faleminderit për një drama dhëve. Sa për programën dhe për gjitha kryetari nuk la pik pa prekur dhe do të bëjmë të më shumë kohë. Por e diçka që e bën të rëndësishme këtë skuadër është se pjesa më e madhe kandidatëve Euroatlantik janë emigrantë si unë, si Fatmiri, si shumë dhe gjithë këtu sot ne jemi emigrantë. Unë e kam filluar migracionin në 92 në Athenë. Dhe se më kësyrë më kur përqetuar në Shqipëri, jam rrugës që në 92. Fal 2 liderë që sot janë pushtet. Edhe Zoti Basha ka qenë emigrant në Holland, mos u gabosha, dhe është kthyer në Hollanda me një diplomë. Ne kemi kryeministin e Shqipërisë që ishte emigrant në Francë. Edhe na arsolën ministri kulture, një që kishte vjedh ikonat, siç e thot vetë Zoti Nano, me zhjitje e një që arsolën në bëjt papret, dhe në hajdu ikonat, por e rruni ministri kulture njeriu që kishte vjedh kulturën, por ka vjedh dhe fatin tonë nisemi. Për këtë arsye, do të votoni kandidatët Euroatlantik dhe ju keni njëri më të nderuar sot dhe këtu, Fatmir Gjoxhen, për një individ që meriton jetë parlament në Shqipëri. Votoni numrin 4 dhe Basha do jetë kryeminist i ardhshëm dhe vetë Republika e Shqipëria është koalicioni Euroatlantik. Ju falenderoj gjithëve dhe festa elektorore. Faleminderit. Sigurisht që kemi nëse kemi atë këtu. Se kemi një kandidat të tjerë, por besoj që do ju bëjmë ndje sepse shikoj që edhe sa proponin. Për të mbyllur, do ta mbyll një zoj nga Vlora, zoj e dërguar këtu në stet, nga Gjagateu, nga Vetë e Muhovës. Fatmir Gjoxhi është vlla im nga shtati Likenët e Lurës, që për mua Lura është një Zvicër e vogël. Jam gjallë të komunikoja me juve në telefona dhe ju falenderoj që dhe pse punonit, juve përgjigjeshit në telefonat, që sonte në këtë datë, datën 23, do të ishit në këtë sallë dhe ja ku jemi. Ju falenderoj nga shpirt. Dhe shpresoj që nder juve dhe të gjithë patriotëve tanë në Shqipëri. Është një nder i madh që nga emigracioni të jetë kandidat zoti Fatmir Gjoxhi, i cili mbaj i derën. Bravo! Dhe të më fali shumë për këtë që do përmend, dhe pse paralelisht ai ka luftuar për shëndetin e vajzës së tij vetëm